Kanadaja ka nisur zyrtarisht procesin më të ri të regjistrimit të popullsisë, një procedurë që zhvillohet çdo 5 vite dhe që konsiderohet thelbësore për mënyrën se si planifikohet e ardhmja e vendit. Procesi filloi më 4 maj, ndërsa qytetarët kanë nisur të marrin me post ftesat për të plotësuar formularët përkatës, të cilët mund të aksesohen dhe plotësohen online. Autoritetet u bëjnë thirrje të gjithë banorëve që të marrin pjesë, duke theksuar se përfshirja është e detyrueshme me ligj. Sipas drejtuesve të statistikave në vend, regjistrimi i popullsisë ka shërbyer për më shumë se një shekull si një mjet kyç për të kuptuar ndryshimet demografike dhe sociale në Kanada. Të dhënat e mbledhura përdoren për të ndërtuar një pasqyrë të qartë mbi popullsinë, shpërndarjen e saj dhe nevojat që lindin në kohë reale. Qytetarët shqiptar kanadez kanë mundësinë që në pyetësor të deklarojnë kombësinë e tyre, si dhe identitetin kulturor në disa prej pyetjeve të censusit. Rezultatet e tij do të shërbejnë për të pasur një numër sa më të saktë të komunitetit shqiptar që jeton në Kanada. Të dhënat e deri tanishme flasin për rreth 41.000 shqiptarë kanadez që jetojnë dhe punojnë në provincat e Kanadas. Ekspertët theksojnë se ky proces është baza mbi të cilin ndërtohen vendimet kryesore shtetërore, nga ndërtimi i spitaleve dhe shkollave, te planifikimi i rrugëve dhe shërbimeve publike. Çdo vendim mbështetet në informacionin që del nga ky regjistrim. Regjistrimi i fundit, i zhvilluar në vitin 2021, u ndikua ndjeshëm nga pandemia e COVID-19, e cila ndryshoi mënyrën se si njerëzit jetonin dhe punonin. Për këtë arsye, autoritetet presin që të dhënat e këtij viti të japin një panoramë më të qartë të realitetit aktual në vend. Procesi i regjistrimit do të zgjasë disa javë, ndërsa rezultatet pritet të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në politikat publike dhe zhvillimin ekonomik e social të Kanadas në vitet në vijim.